Sipërfaqet e mbjella me grur në Myzeqe janë të kurrur edhe këtë sezon, por krahas ngurimit për të mbjellë grur, shumë fermer po shtojnë nga viti në vit sipërfaqet me grur vendas. Të njohur për cilësinë dhe rendimentin, kultivarët e vjetër Agimi dhe Dajti po rezultojnë të suksesshëm dhe me ndryshimet klimatike, të cilat janë bërë shkak për uljen e rendimentit në kultivarët e tjerë që mbyllen masivisht. Lavdosh Gega nga Dërmënasi tregon se kultivon prej 30 vitesh grurin Dajti, sepse ka më pak gluten dhe më shumë shije. Kultivuar, ata kemi mbajtur dhe kemi mbjell, sipërfaqe jo të mëdha, të vogla, deri në 5 dylym. Është shumë i mirë kështu, edhe reziston tyre sëmundjeve, na klima, na tëra gjërat e ruajmë si një farë që është me prodhimtari edhe me cilësi. Edhe me cilësi, po, patjetër, edhe cilësia është kryesorja. Çështja pra tek po, edhe cilësia, pavarësisht se si thash që njerëzit mbjellin këto varietete të reja si kanë dalë, po, ky është autoktoni është më cilësor. Është një bimë edhe një farë që jep prodhimtari dhe nuk të le, si themi neve, nuk të le vit për vit pa dhënë rendiment. Kultivarët e grurit Agimi dhe Dajti preferohen në masë nga konsumatorët dhe bukpjekësit. Është e rëndësishme sepse është një grur me cilësi shumë të mirë dhe del vërtet një bukë me cilësi shumë të mirë. Faleminderit. Kultivarët e vjetër vendas u krijuan në vitet 70 në Universitetin Bujqësor të Tiranës nëpërmjet kryqëzimit të farave të importuara dhe atyre autoktone. Qëllimi ishte që bimat i rezistonte disa sëmundjeve duke dhënë rendiment më të lartë. Në qarkun e Fierit u mbollën këtë vit 8500 hektar tokë me grur, 100 hektar më pak se vitin e kaluar. Shkak për uljen e sipërfaqes janë kryesisht ndryshimet klimaterike që dëmtojnë bimën dhe çmimin e ulët të grurit të importit që konkuron produktin vendas.